Shqipëri. Do you think that Rubio is doing or trying to do that? Well, I think a lot of the changes that he's making are really quite good. And, it's obvious in the Trump administration they're going to face staff cuts and budget cuts as an effort to balance the federal budget. So you might as well take the opportunity to try to streamline a department whose organizational chart would drive most management experts crazy. And unë I kam bërë pyetje zotit Bolton, do ta jap në pjesën tjetër, sepse unë u habita nga që për herë të parë Departamenti Amerikan I Shtetit nuk jep një deklaratë mbas zgjedhjeve, por ja referon ambasadës që është në nivel legate pa ambasadore, të cilat thotë ne urojmë popullin shqiptar për zgjedhjet dhe do të vazhdojmë partneritetin me Shqipërinë. Lojra fjalësh dhe do doja mendimin e ambasadorit Bolton, I cili tha që kjo tregon që departamenti është konfuz. Nga ana tjetër e kam pyetur për revolucionin që po bën Rubio në Departamentin Amerikan të Shtetit, duke dashur të shkrijë 300 byro dhe zyra, pra byroja e demokracisë e drejtave të njerëzit do të shkrihet, nuk do të kemi më raporte për zgjedhje. Por mbase raporti I fundit do të jetë për ne dhe hetimi I fundit do të jetë mërzjedhjet në Shqipëri, se mbas kësaj s'do të ketë. Ambasadori Bolton kur është afruar nga Trump mandatin e parë, Trump ka dashur ta emërojë si numrin 2 departamentit, nuk ka pranuar, vetëm numri 1 I ka thënë sepse dua të bëj një revolucion kulturor korporativ të departamentit. Boltoni nuk është xhelos për Rubion, më thotë që Rubio po bën diçka drejt. Natyrisht që kam qenë interesuar se çfarë ka menduar Trump për a ka njohuri për liderit shqiptar në kohën që Bolton ishte shumë afër tij. Dhe I kam sjell shembullin që Rama ishte ofendues, denigrues ndaj presidentit Trump, mban I nata ai, mban mend ndonjë gjë nga Trump dhe Bolton më ka thënë një episod që Trump e mban mend Ramën nga 2018 kur Trump donte të dilte nga NATO. Është interesante përgjigja. Do ta pyesja ambasadorin Bolton edhe për se çfarë bisedon Trump me Putin. Ai ka qenë disa herë në tërheqëmet dhe e di se çfarë bisedoi 2 orë. Ai vazhdon me atë që Putin I plays him. Trump I kujton se e ka mik. E çuditshme është veprimi Dick Grenell, I cili pa dijenin e Trump kërkoi të lironte një burgosur në Venezuelë, por duke I bërë një favor me miliona dollar Chevronit, kompanisë naftës, udhtoi me avionin e tyre, duke thënë që do t'ju siguroj që licenca juaj për të blerë naftë nga Venezuela do të vazhdojë. Ka reaguar me njëherë Rubio duke thënë jo. Në 27 maj dhe licenca u hoq dhe sekretarja zëdhënësja e shtypit Tammy Bruce tha që duke folur për dikun që nuk e ka idenë dhe nuk e ka këtë aftësi fare. Dhe Bolton do thoshte e ndërron për sekretar shteti, por nuk ka shans. Një personazh tjetër që duket si Karagjos është Witkoff, Bolton edhe për të do të jepë mendim, nuk ka asnjë përvojë, asgjë. Në lidhje me ndërhyrjet e G.D. Vance-it, ose edhe këto artikuj që nxirren me mesazhe, por edhe me qëndrimin e Trump që kërkon të ri si Jackson Hahn, pra më I mirë me armiqtë, më I keq me miqt, unë do t'i kërkoja mendimin që ç'po ngjet, a do të kemi ne se për 30 vjet janë mbështetur ish komunistët në Shqipëri nga departamenti. A ka gjasa që me një administratë të re të ndodhë ndryshe? Dhe ai kishte mendimin e tij. Nuk mund të rria pa I sjell dhe problemin e lobizmit, Case Street, sepse ambasadori Bolton ka qenë në pozitat të larta në departament, në sekretar shteti, ka punuar me Bushin plak, me Bushin e ri, që në kohën e Reaganit, pra është një nga ikonat e konservatorizmit amerikan. Dhe ai e ka idenë që me lobizëm
krijohet shije keqe për ata që i përdorin se shifrat janë marrëmendse, por rezultatet janë shumë të vogla. Varet se në çfarë zyrash bëhet lobingu dhe nga kush. Por në departament në shtetit nuk funksionon kështu. Dhe ai më tepër tha që në departament trysnin dhe atë lloj lobingu e bëjnë ambasadat e çdo vendi, sepse departamenti me ata i ka lidhjet. Dhe Bolton i ka idenë që sa më e madhe ambasada, sa më e fortë qëndrimi. Unë i do i thoja që nuk qëndron se ambasadë më të madhe se Kanadaja s'ka në Washington, unë di kam qenë vetë diplomat. Megjithatë, e falenderoj Boltonin, që si gjithmonë përgjigjet për Focus TV, do ta kem plot, besoj do ta fus në faqen time në Focus TV, transkriptin, por dhe të Gazeta Sot. Për sot them se këto janë ato kryesorët që do doja trajtoja në ditë, do të kenë disa materiale nga arkivi, sa për të kujtuar ku qëndrojmë. Do doja të thoja këtë që edhe një herë Rubio e ka dërguar në Kongres planin e chartit të ri të organizatës të departamentit, një strukturë të re, 3.000 vetë do të largohen, pa diskutim do të jetë dhe Yuri Kim. Pozicioni i Yuri Kim është thuajse me këtë djaloshin Samuel Samson, i cili duket që është gjysmë indian, gjysmë filipinas, i ri, konservator, e ka këshilltar senior, të njëjtin gjë ka Yuri Kim, pra janë si emrime politike. Prap Kim, por të këto 3.000 të larguar, besoj do të jetë, nuk ndihet, nuk ka asnjë ticërim nga ajo. E ndjen që she's out. Janë 300 byro që do të shkrihen, do të shduken fare, do të ketë emrime të reja. Pra, Rubio tha që departamenti duhet të jetë jo platformë për të majtët radikal, shpresë për djatën në Shqipëri. Do të mbështes idetë e zotit Trump dhe mbi të gjitha është interesi amerikan. Siç do të ma thoshte ambasadori Bolton, ne punojmë me të gjithë, nuk ka rëndësi t'ju themi votoni për këtë, votoni për atë. Amerikanët shikojnë mbi të gjitha interesat e tyre. Good morning, sir. How are you doing? Doing fine. Si jeni ambasador? Duket se departamenti i shtetit është në një lloj çrregullimi. Unfortunately. Po, si gjithë Washingtoni. E di që ju keni pasur një ide për një revolucion kulturor të departamenti, apo jo? A mendon se Rubio po përpiqet ta bëjë këtë? Mendoj se shumë ndryshime që ai po përpiqet të bëjë duken realisht mirë. Në administratën e Trumpit, ata do të përballen me shkurtime stati dhe buxheti, sepse ka përpjekje të drejtpeshojnë buxhetin federal. Ndryshimi i kartës të strukturës do të çmend zyrtarët e menaxhimit, por i duhet shumë punë dhe kohë që ta bëjë atë. Situata është shumë e thekshme. Ai ka thënë se do të shkrijë byron e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Pra departamenti nuk do të përfshihet më në luftën për demokraci dhe drejtat e njeriut. Ne patëm zgjedhje në Shqipëri. Nuk do të kemi më reagime për zgjedhje. Ai do të zgjidhë një mosmarrëveshje për një dekadë në departament mes atyre që quhen byrot rajonale dhe byrot funksionale. Nëse ke një byro speciale për drejtat e njeriut, kjo është mënyra më e mirë ta promovosh prej departamentit në mënyrë uniforme për gjithë vendet. Por byrot rajonale thonë s'do merren fare, se byrot e tjera merren me këto probleme. Ndaj, si në rastin e Shqipërisë, i humbisni fokusin. Ka argumente për byrot funksionale. Unë kam drejtuar disa byrot të tilla në departament. Problemi është të gjejmë një drejtpeshim në atë ku diplomacia realisht ka rol në byrot rajonale mes ambasadave në rajonet ndryshme. Për mua, Rubio është në drejtimin e duhur. Kur ke kufizim financash, përpiqesh të bësh më të mirë. Ja vlen që kjo të shqyrtohet. Where the bulk of the diplomacy takes place, which is in the regional bureaus through bilateral embassies and that kind of thing. And my take is that Rubio's moved it in the right direction. I mean, there are always going to be arguments about this.
But when you're facing tight resource constraints, you've got to try and find the most efficient way, and I think this is worth exploring. Ambasador, ne patëm zgjedhjet përgjithshme në Shqipëri. Për herë të parë, nuk kemi një deklaratë nga departamenti, por nga ambasada thanë që ne urojmë popullin shqiptar dhe vazhdimin e partneritetit me Shqipërinë. Asgjë për socialistët ish komunistë, por as për opozitën. Si e lexon këtë? How do you read that? Ka shumë udhtim në Washington, për shumë gjëra. Kësaj ende nominimet politike nuk kanë marrë detyrën. Këtë bën Trump, sapo ka shkarkuar Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare, po ndryshojnë gjithë strukturën e Këshillit të Sigurisë. Po ndodhin shumë gjëra që nuk duhet ndodhin në rrugën e duhur, sepse burokracia e karrierës nuk e di se si të procedojë. Nuk duan të bëjnë ndonjë gabim. Mbase mund të jetë shpjegimi për Shqipërinë, por duhet të shikojmë më shumë se si do të shpaloset. Mbase ka diçka më shumë. Por më shumë them se janë të paaft se sa zgjidhje kosciente, çka thënë. Në vizitën e tij në vendet arabe, ai tha se nuk do të përfshihemi më në vende të ndryshme, madje sulmoj Bushin, tani do të bëj vetëm biznes me çdo vend. A kemi një spostim të diplomacisë amerikane? Ata nuk duan ta dinë për zgjedhjet në Shqipëri, Kosovë dhe kudo. Do kemi një diplomaci të shkretur. Ai nuk tha asgjë për gjendjen në lindjen e mesme, por ju e dini se Vance shkoi në konferencën e Miniut dhe foli shumë për demokracinë europiane. Kishte drejtë. Mund të kishte drejtë ose dhe gabim. Por nuk hezitoi për gjëra jo eficiente të qeveritë e vendeve aleate të NATO-s. Do ndihesha më mirë nëse do të fliste çka është më keq me qeveritë e Rusisë dhe Kinës. Nuk jam i sigurt se kjo politikë do zgjas më shumë se sa presidenca. Me administratën e Trump është të vështirë të mbash në ecje një trend mendimesh për një kohë thelbësore të vazhdueshme. Aleatët tanë kur shikojnë sinjale nuk dinë çfarë të bëjnë ose çfarë duhet kishin bërë. Potentially troubling about the Trump administration is that it's hard to keep a train of thought going for a sustained period of time. So when America's friends and allies see mixed signals, it leads them to wonder what they should be doing or how to affect American thinking. Trump nuk merr përditësimet e inteligjencës, ka marrë vetëm 12. Ka shkarkuar 100 vet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. A është kjo normale? Jo. Do jetë një ndryshim se si NSC dhe stafi do të funksionojë. Këshilli i Sigurimit u krijua nga Kongresi në 47-ën të ndihmonte presidentin Truman dhe presidentët e ardhshëm se si të përballoheshin me kërcënimet e ndryshme të një vote të ndërlikuar. Është përmirësuar gjatë viteve. Për 35 vjet ka shërbyer të ofrojë presidentit të gjitha informacionet që i nevojiten të marrin vendime. Ti thonë se cilat janë mundësitë potenciale, të japin pro dhe kundër. Ta ndihmojnë të marrin një vendim të mirë informuar. Nuk përcaktojnë vendimet e presidentit, ai vendos vetë. Problemi, ai jepet shansin të marrë një vendim të mirë në ato situata. Rreziku është se do t'i jetë vështirë të marrë një vendim të mirë informuar. Nuk I shërben as Trumpit as atë. Do you want the president to have a chance to make a well-informed decision, or you just want him to give you the first thought that comes to the top of his head? So I think the risk is that it'll be harder to make well-informed decisions, and that won't serve President Trump himself well. It certainly won't serve the country well. Është normale që ai nuk ka një këshilltar të ri për sigurinë kombëtare. Rubio është një lloj Kissingeri, por nëse ai do të jetë Kissinger, kush do të jetë Nixon? Dhe dini se kjo është era parë që për Kissinger të dy punët janë kombinuar. Aso kohë ishte një periudhë shumë shqetësuese në historinë amerikane. Nixon ishte në mes të Watergate. Kissinger mendoi se ishte I vetmi person që mund të siguronte stabilitet dhe përfundimisht kur Nixon dha dorëheqjen dhe Ford erdhi në pushtet, Ford pa nevojën për t'i ndarë detyrat përsëri.
gjë që ai bëri dhe i dha postin e këshilltarit për sigurinë kombëtare, Brent Scraftov, I cili vërtet është personi që vuri mekanizmin aktual së bashku. Do të shikojmë se si zhvillohet, por kjo mund të thuash se Jake Sullivan do të jetë I fundit këshilltar sigurimi I vërtet, sepse ajo që ata po mendojnë të bëjnë nuk duket as pak si ajo që ne kemi parë gjatë 3 ose 4 dekadave të fundit. Ambasadori kanë qenë departament në shtetit në shumë pozicione. A ka pushtet K Street, pra firmat lobiste, a kanë fuqi vërtet në departamentin e shtetit, sepse në Shqipëri ata po paguajnë lobistë për të bërë fushat dhe lobime, a kanë vërtet fuqi të ndryshojnë departamentin? Ju e dini, varet nga kush dhe kush është në detyrë dhe kush po lobon. Por mendoj se shumë vende do të gjeni nëse ishte objekti se po paguajnë tarifa shumë të larta për lobistë të Washingtonit dhe duke mos marrë asnjë rezultat. Ju e dini se ambasadat në Washington shpesh kërkojnë opinione nga njerëz për të marrë këshilla se si të procedojnë në biseda informale. Lobistët shpesh lënë një shije të keqe të njerëzit në departamentin e shtetit ose në pjesë të tjera të burokracisë. Unë mendoj se qeveritë që mbështeten shumë në lobistët e jashtëm, nëse duan të marrin më shumë ndikim në Washington, ata duhet të kenë ambasada më të mëdha dhe ambasador më të mirë. Lobistët nuk të ndihmojnë dot. A e mban mend Trump, le të themi, kur kryeministri Rama po e sulmonte duke thënë se është fundi I njerëzimit nëse ai fiton. Sot e lajkaton. A e kujtoni ju se çfarë mendonte vërtet Trump për liderët shqiptar? A e kishte idenë se kush ishte Rama apo liderët e tjerë? Mirë, kujtoj samitin e NATO-s në Bruxelles në 2018, kur Trump kishte ardhur shumë afër tërheqjes së SBA-s nga NATO. Edi Rama tha në darkën e hapjes së NATO-s që vërtet dikush duhet të tregonte pak vlerësim për Shtetet e Bashkuara dhe jo të supozonte se ishte e pashmangshme që ne do të qëndronim në aleancë. Kjo është një pikë që Trump e mban mend dhe në fakt është një pikë e legjitimshme thjesht për të thënë, e dini, ne e njohim se Evropa nuk do të bëjë këtë vetë dhe nëse jemi në një aleancë që funksionon vërtet, të gjithë duhet të tërheqin pjesën e tyre të varës. We recognize that Europe's not going to do this on its own, and that if we're in a really functioning alliance, everybody has to pull their own share of the burden. Tani çfarë po ndodh në Ukrainë? Duket sikur Trump nuk ka asnjë lloj dalje ose lloj përfundimi. A është ai vënë në lojë nga Putin? Duket se Putin e ka manipuluar atë. Mendoj se Putin e di se si ai ka treguar që prej inaugurimit Trump. E dini se Trump gjatë fushatës tha do të merrte Zelenskën dhe Putin në një dhomë së bashku dhe do ta zgjidhin problemin e Ukrainës në 24 orë. Mirë, kjo qartë nuk ndodhi. Kur nuk do të ndodhte? Nëse gjithçka tani Putini do ta shtynte fatin me atë që po bën në terren Ukrainë. Ai tashmë ka pasur ushqime të mëdha nga Trump. Jo rikthimi plot I sovranitetit Ukrainës ose integritetit territorial, jo antarësim NATO, jo garanci sigurie nga NATO. Dhe a nuk ishte Trump shumë afër të thoshte jo ndihmë ushtarake për Ukrainën? Nuk e di çfarë do të bëjë ai tani. Edhe disa javë të tjera për Putin që të dalë në një lloj pozicioni serioz negociues për armëpushim ose thënë ndryshe, gjëra të papërcaktuara do të ndodhin në Rusisë. Por Trump e ka thënë këtë më parë dhe nuk ka bërë asgjë. Kështu mendoj që armëpushimi nuk është I pamundur. Nuk mendoj se Rusia dhe Ukraina janë askund afër asaj që duhet për të pasur një armëpushim. Dhe përfundimisht nuk është çfarë thotë një qeveri jashtme, por është ajo me të cilën palët vetë bien dakord. Kështu që nuk shoh një armëpushim dhe pastaj pyetja vjen përsëri. A do të vazhdoj Trump të sigurojë Ukrainën me ndihmë ushtarake? Ata patën një telefonat 2 orë. Le të themi përkthimi ka shkuar 1 orë. Ju keni qenë në ato telefonata me Trump dhe Putin. Për çfarë flasin? A janë biseda serioze? 2 orë janë shumë. Ne nuk dim asgjë. Më duket se ata folën për një gamë të plot temash dhe e dini se Trump më ka thënë shumë herë.
Unë jam bisedues, më pëlqen të flas. Yuri Usakov, që është këshilltar diplomatik i punë, ish ambasador në Washington, tha në Moskë pas thirrjes të telefonatës se ata mbritën në fund të 2 orëve dhe asnjëri nuk donte të ndalonte së foluri. Por ata menduan se duhej kështu. Mendoj se ju kam përmendur më parë, Trump e shikon Putin si mikun e tij, kështu që ai gëzon të ketë biseda me mikun e tij. Mendoj se Putin po përdor 2 orë për të avancuar atë që ai e shikonte si interesin kombëtar të Rusisë, dhe ai mori larg nga thirrja dhe Trump tha, mirë, ai nuk do të përfundoj luftën, por unë nuk e di se çfarë do të bëj për këtë. Ambasador, çfarë mendoni për Witkoff? Figurë tjetër butaforike. Ai nuk ka përvojë, dhe ai nuk di asgjë për politikën e jashtme dhe unë nuk e kuptoj. Por ai është mik i familjes. Trump mendoj se ky është shpjegimi aty. Por është raportuar shumë herë se ai takohet vetëm me Putin për orë, me vetëm me përktyesin rus në dhomë dhe nuk i jep informacion zyrtarëve të ambasadës amerikane. Kurtela i raporton drejt për drejt e Trump dhe supozimi im është se këto takime të gjata që Witkoff ka pasur me Putin i japin atij agentit vjetër të KGB-s një shans për të filluar ta manipuloj Witkoff. Dhe ne kemi parë me atë që ndodh propaganda që Putin donte për gjendjen e betejës brenda Rusisë dhe izolimi i trupave ukrainase që doli, se nuk ishte vërtet, por ai ja tha atë Witkoff, ja tha Trumpit, dhe Trump e bëri publike. Kjo është një goditje për Kremlin, kështu që jam shumë i shqetësuar për këtë dhe jam i shqetësuar në kontekstin e negociatave bërthamore të Iranit gjithashtu, të cilat Witkoff gjithashtu nuk ka përvojë, por është personi që e trajton drejt për drejt. Trumpi ka 2 ish punëtor tuaj, Kash Patel dhe Grinell. Ju e dini që Grinell shkoi Python Trump për të marrë nga Venezuela me avionin e Chevron një të dënuar, ndërkohë që Kash Patel është pothuajse duke shpërbërë selin e FBI. Çfarë mendoni për ata të dy? Se njini mirë. Unë them se Patel nuk duhet të ishte konfirmuar kur si drejtori i FBI. Ai nuk ka përvojën ose kualifikimet, por ai ka kaluar shumë kohë në ngjarje sportive që kur është bërë drejtori i FBI. Kjo mund të jetë një gjë e mirë për të paktën nuk po bën gabime brenda zyres. Grinell ka punuar për mua si zëdhënës për misionin amerikan OKB. Ai punoi për 8 vjet, duke bërë punë në administratën e Bush. Mendoj se është e qartë që ai dëshiron të jetë sekretar i shtetit. Dhe kështu ai shkon nëpër botë duke u përpjekur të liroj pengjet, por ka një problem të vërtet tani që Mark Rubio në fakt është sekretar i shtetit dhe mendon se njerëzit duhet t'i raportojnë atij, Markut, dhe ta informojnë se çfarë po bëjnë nëpër botë. E fundit, ambasador, a do të mbështesë Amerika partitë e vërteta të djathta në Evropë apo në Shqipëri? Sepse në Shqipëri nuk e kanë bërë 30 vitet e fundit. A mund kemi shpresë te Trump? Mendoj se përpjekjet nga të jashtë për të ndikuar nga të jashtë në zgjedhjet e Evropës qendrore dhe lindore kanë qenë shumë dëmtuese. Dhe mendoj se gjëja më e mirë që SBA mund të bëjë thjesht të thotë pse nuk i lëni njerëzit të votojnë. Dhe në çdo vend të vendosin vetë se çfarë duhet të bëjnë. Dhe ne do të punojmë me të gjithë ata që duan një aleancë të fortë NATO-s. Dhe kjo të jetë kryesorja kërkesa jonë ndaj tyre. Ju falenderoj, ambasador. Nuk duhet ju marr më shumë kohë. Bye bye.